Kreu I shikut e një organizate sekrete kriminale. Kreu I shikut e një organizate sekrete kriminale u bë kryetar parlament. Jo, kjo nuk është problem. Jo, kjo është problemi kryesor. Su interpretoni ju, zoti. Kjo është problemi kryesor. Një person I cili Kadri Veseli është I zgjedhur nga populli I Kosovës. Edhe Hitleri ka qenë I pavarësisht se zgjedhur. çfarë detyre ka. Edhe Milošević ka qenë I zgjedhur. Unë po besoj që Kadri Veseli është panik. Edhe keni problem shumë serioz, është po ta them kështu. E para ti ke më mbajt mend për dy çështje. Seni parë që ke më mbajt mend është që ke qenë shef I shikut. Edhe si shef I shikut, si një organizatë kriminale të pëlqeu, njerëz të tutur kanë dënuar me 25 vjet bërë për vrasje. Që kjo është deklarata është edhe replika zotit Veseli që I thotë ti ki më mbajt mend, ti s'ki më mbajt mend dash për asnjë gjë. Dhe se unë përgjigjna personalisht nëse dikush nga shik është dënuar. E gjua e përplasja po thome modelit të yrnekit të botës sot, e ati konfrontimi shoqëror që u shmang në mënyrë brillante po them vitin 99-2000 në Kosovë. Kujt I intereson me mbajtë çështjen në ankthën edhe ta ushqej me këtë lloj diskursi konfrontues. Si cilëson spari këta? Lumirin para sa vitesh dhe tani. Kjo është uzurpator I karrikës së kryetarit të LDK. Ky s'ka kontroll ideologjik me LDK. Ky kod thirret në referencat e presidentit Ibrahim Rugova, unë ta garantoj që as kritikën letrare të tij nuk e ka të lexuar. E thatë shumë mirë jo dhe pajtohem. Ky dëshiron me imitu gjuhën e Albin Kurtit sepse ka po që është modeli yrneku I Albin Kurtit që ka dhënë këtë vend. Dhe cili është ai? Pra, hegemonia diskursive emotive. Albin Kurti e ka kanalizu urrejtjen e gjithë atyre me kusia, nga do që ju vija atyre, duke ja vizatu një tabelqitje, dhe në tabel e ka vizatu Kadri Veselin, Hashim Thaqin, komandantat, këta të PDK-s e tjera. Dhe I ka orientu me qitë në atë shej. Tash këta me kusia që po festojnë, jo të gjithë, po shumica, po shije që nuk janë racional, pavarësisht që Albini ja urriti rrymen, ja urriti çmimet, migruan 250.000, rrafshin ndërkombëtar sanksione me Amerikën në preshëm e tjera, këta nuk janë të kënaqur me Albinin. Mirë, po nuk mundën me tërheq prej asaj sheje se 15 vite kanë investuar emotivisht, siç thot Daniel Kahneman, Albin Kurti është pasqyra tyre, është identiteti tyre, është krenaria, është vetë egoja këtyre. Dhe kanë qitë në atë shej 15 vite. E tash, edhe pse nuk janë të kënaqur me qeverisin e Albinit, me vë me tërheq, këta dalin budallënj. Prandaj vazhdojnë këtu me fitu ende me kësaj lloj emocioni. Por ky qeveris me emocione dhe nuk fiton në projekte qeverisëse. As me ide. Tash, ky tjetri që është rrocë politike vetëvendosës, Lumir Abdigjiku, e ka po që është I paaft me prodhu ide, është I paaft me prodhu programe, është I paaft me bo ekip, është I paaft me bo opozit, është frikacak, sepse dënë me rujtë në atin e vetë personale, sepse është milioner. Në këtë vend më bo milioner, me që si rroga është kogja interesant, dhe tash, mësi pëse këtë debaklin 50.000 vota minus në kryet LDK-s, thot duket që Rneku edhe modeli Albin Kurtit është më I miri. Pro, atë që të riktheve. Shoj, ata të PDK-s, ai Besian Mustafa, helma opinionin publik, e nështë apo fitojmë me qëse emocione, e jo me Rneke edhe me modele qeverisëse. Kjo është shpjegimi se